Përkujtohet 118 vjetori i luftës së mashkullorës dhe qeta patriotike e Qerqisë Topullit. Në Gjirokastër është përkujtuar 118 vjetori i betejës së mashkullorës. Në 18 mars të vitit 1908 në këtë fshat, qeta patriotike e Qerqisë Topullit zhvilloi një prej betejave që do të lindte gjurmë në historinë e vendit tonë, në prag të shpalljes së pavarësisë. Në nderim të kësaj ngjarje, në fshatin mashkullor është zhvilluar një aktivitet ku të pranishmit nderuan aktin adetar të Qerqisë Topullit dhe patriotëve të tjerë. Festa e mashkullorës e 18 marsit të vitit 1908 është një festë që është kthyer në festë tradicionale. Dhe kjo qetë e krijuar në fillim të viteve 1906 është një qetë që dallon nga qetat e tjera të jugut, siç ka qenë qeta e Salibutkës, apo e Spiro Ballkamenit, apo edhe qetat të tjera. Pse? Se ka disa aktivitete të saj, si vrasjen e despot Fotit fillimisht në të shtator të 1906 në Korçë. Betejë e mashkullorës e 18 marsit të vitit 1908 është një ngjarje që është kthyer në festë tradicionale dhe kjo qetë e krijuar në fillim të viteve 1906 është një qetë që dallon nga qetat e tjera të jugut, siç ka qenë qeta e Salibutkës, Spiro Ballkamenit apo edhe qetat e tjera, sepse ka disa aktivitete të saj. Jam Nipi Zeman Haska mashkullorës, i quajtur Myrteza Haska. Ka marrë direkt nga Saranda për ta kujtuar këtë luftë heroike të lavdishme të kësaj qete, si pa trembur, që nderoi fshatin ton, nderuan veten, nderuan kombin, ku ndër një ushtrie shumë të madhe turke me 7 veta që ishin këta. Ne e kujtojmë e kemi kujtuar për herë. Për gjatë këtyre 118 viteve, lufta e mashkullorës dhe figura e patriotit Qerqisë Topulli kanë qenë në qendër të shumë studimeve historike dhe krijimeve artistike.